Era e mëngjesit, fuste në përperde, aromën e kafes dhe të bukës së sapo pjekur nga fura, poshtë banesës. Aurora e ndjeu atë erë si një goditje të butë në stomak, por nuk u ngrit. Shtrihu akoma në shtrat, duke numëruar njollat në tavan, duke dëgjuar zërin e nënës që përgatitej për punë. Ishte ëndër, i tha vetes, vetëm një ëndër e keqe. Por kujtesa e natës së kaluar ishte më e fortë se çdo arsyetim. Darka e Enkelanit, tryeza e rrumbulakët në restorantin italian dhe ai moment kur ai ishte ngritur për të paguar faturën dhe asistentja e re me flok të artë i ishte afruar. Aurora e kishte parë gjithçka nga larg, por kishte dëgjuar mjaftueshëm. Sa për ditëlingjen tënde, Enkelan, pse nuk e fton ndonjë nga vajzat e zyrës? Jo, e di unë, ato që janë më të lehta për t'u ngritur në këmbë. E kishte parë Enkelanin të qeshte, të turprohej pak, por nuk e kishte ndërprer vajzën. Nuk i kishte thënë unë jam me Auroran. Nuk i kishte thënë asgjë. Dhe Aurora ishte ulur aty, me pjatën e saj me makarona gjysmë të ftohta, duke mbajtur buzëqeshjen e saj të ngurtë si një mask prej gjipsi. Tani, në shtratin e saj, ajo e ndjeu veten si një ishull. Një isull i madh, i rerakët, i vetmuar në mes të një oqeani njerëzish që notonin rreth saj pa e prekur kurrë. Aurora ishte 32 vjeç. Kishte një trup që shoqëria e kishte mësuar ta quante i tepërt. Ijet e gjera, krahët e mbushur, barku që nuk tërhiqej kurrë plotësisht brenda, sado të mbante frymën. 56 kilogram mbi atë që revistat e quajnë pesh ideale. Por Aurora nuk i kishte parë kurrë ato kilogram si armik. Ajo i kishte dashur ato. I kishte dashur sepse ishin pjesë e saj, sepse nëna e saj i kishte thënë gjithmonë, ti je si pema e ulirit, e fortë, e bukur, që mban fryte. Por pemat e ulirit nuk ftohen në dasma. Pemat e ulirit nuk zgjeven të parat për të kërcuar. Dhe pemët e ulirit, mësoi Aurora, nuk janë ato që burrat duan t'i mbajnë për dore kur ecin nëpër park. Enkelani ishte i ndryshëm, të paktën kështu ajo kishte menduar. Ai e kishte parë atë në bibliotekën e qytetit, ku Aurora punonte si bibliotekare dhe i kishte kërkuar një libër për poezinë bashkëkohore, pastaj një tjetër, pastaj një filshan kafe, pastaj një darkë, pastaj një tjetër. Dhe në çdo takim, ai e kishte parë atë në sy, jo në bel. Ti je më e bukura që kam takuar, i kishte thënë një herë, dhe Aurora ishte ndjerë si një princesh në një film të vjetër, ato ku dashuria nuk matet me centimetra. Por tani, pas natës së kaluar, ajo po pyeste veten, nëse e gjithë ajo ishte vetëm një iluzion. Nëse dashuria e Enkelanit ishte si një shtëpi me themuj të dobët, që shëmbet sa po të vijë era e parë fort e opinionit të tjerëve. Në drek, Aurora shkoi në kafenen e zakonshme. Merita, shoqja e saj më e mirë që nga gjimnazi, e priti me një përqafim të ngrohtë. "Çfarë ke?" e pyeti Merita, duke i vënë re menjëherë sytë e kuq. "Enkelani, të tha diçka?" Aurora tregoi gjithçka. Fjalët e asistentes, qeshja e Enkelanit, heshtja e tij. Merita e dëgjoi pa e ndërprer, pastaj mori frymë thellë. "Aurora, unë të kam dashur që kur ishim 12 vjeç dhe ti më mbrojtje nga ato djemtë që më ngacmonin për syzet e mia. Ti ishe gjithmonë më e madhja, më e forta. Por dëgjo çfarë po të them. Enkelani nuk është i keq. Ai thjesht është i dobët. I dobët përballë presionit. Por kjo nuk është faji yt. Kjo nuk është për shkak të peshës tënde." "Atëherë pse?" pyeti Aurora me zërin që i dridhej. "Pse askush nuk po e bën me mua? Pse në dasmat e të gjithëve unë jam gjithmonë ajo që rri ulur? Pse në punë, kur ka një projekt të rëndësishëm, më anashkalojnë gjithmonë? Pse njerëzit më shohin dhe mendojnë se jam dembele, e ngadhët, e padëshirueshme?" Merita i kapi duart. "Sepse shoqëria është e sëmurë, jo ti. Sepse njerëzit kanë frikë nga ajo që nuk kuptojnë,
dhe ata nuk kuptojnë se si dikush mund të jetë i lumtur në një trup që ata e konsiderojnë të papërsosur. Por dëgjo mua, unë të kam parë të qeshësh, të lecosh, të këndosh në dush, të duash me gjithë zemër. Ti e më e bukura kur je ti, jo kur përpiqesh të jesh dikush tjetër. Aurora e dinte se Merita po thoshte të vërtetën, por e vërteta nuk e hiqte dhimbjen, sepse dhimbja nuk vinte nga ajo që ajo mendonte për veten. Dhimbja vinte nga ajo që të tjerët mendonin. Dhe nga fakti se, pavarësisht sa shumë përpiqej, ajo nuk mund t'i kontrollonte mendimet e tyre. Pas dite, Aurora mori një mesazh nga Enkelani. Të dua, më fal për natën e kaluar, isha i hutuar. Ajo e lexoi disa herë, gishtat i dridheshin mbi ekran. Donte t'i përgjigjej, donte t'i thoshte se gjithçka ishte në rregull, se ajo e kuptonte, se ishte e zakonshme që njerëzit të reagonin kështu. Por diçka brenda saj nuk e linte. Në vend të kësaj, ajo u ngrit dhe shkoi në banjë. Qëndroi para pasqyrës. E shikoi trupin e saj, ijet e gjera, krahet e mbushur, barkun, dhe për herë të parë në jetën e saj, ajo nuk u përpoq të shihte atë që të tjerët shihnin. Ajo u përpoq të shihte atë që ajo shihte. Pa shenjat e shtrirjes në lëkurë, si harta të vjetra, udhërfijes të jetës së saj. Pa gjoksin e madh që kishte ushqyer me dashuri veten kur ishte e trishtuar, pa këmbët e forta që i kishin mbajtur në këmbë kur gjithçka tjetër kishte rënë. Unë nuk jam e shëmtuar, i tha vetes me zë të lartë. Zëri i saj jepte në plistakat e bardha të banjës. Unë jam e shëndosh, dhe kjo nuk është një fjalë pist. Ishte një moment i vogël, por i fuqishëm, si të ktheje një çelës në një brav që kishte qenë ndryshkur prej vitesh. Në mbrëmje, Aurora shkoi në shtëpinë e nënës së saj. Nëna e saj, një grua 60 vjeçare me flokë të thinjur dhe duar të punuara nga buka dhe dashuria, e priti me supë të nxehtë. Më thuaj, bi, i tha nëna duke e parë me ato sy që dinin gjithçka pa e pyetur. Aurora tregoi gjithçka. Nëna e dëgjoi, pastaj u ngrit dhe soli një album të vjetër fotosh. E hapi në një faqe ku ishte Aurora në moshën 5 vjeç, duke qeshur me dhëmbët e qumështit, me një fustan të verdhë që i dilte barku. Ja ku je, tha nëna, e lumtur, e plot, e dashur, dhe asgjë nuk ishte ndryshuar, përveç syve të tjerëve. Aurora e pa foton, pa zhvoglushen që ishte, pa frikën që nuk e njihte ende, dhe për herë të parë ajo e kuptoi se frika nuk ishte e saja. Ajo ishte e dhuruar. E dhënë nga një botë që mëson se dashuria është e kushtëzuar, se vlera matet, se trupi është një produkt që duhet të plotësoj standarde. Po Enkelani, pyeti nëna. Aurora mendoi për një moment. Mendoi për buzëqeshjen e tij, për mënyrën si e mbante për dore, për fjalët e tij të ëmbla. Por mendoi edhe për heshtjen e tij, për mënyrën si nuk e kishte mbrojtur. Unë nuk dua një njeri që më do pavarësisht trupit tim, tha Aurora ngadalë. Unë dua një njeri që e do trupin tim, pikërisht sepse është imi, jo pavarësisht, por për shkak. Nëna e saj buzëqeshi. Atëherë ke gjetur përgjigjen, bi. 3 javë më vonë, Aurora ishte ulur në të njëjtin restorant italian, por këtë herë ajo ishte aty me Meritan dhe disa miq të tjerë duke festuar promovimin e saj në punë. Po, promovimin, sepse kur ajo kishte pushuar, së menduari se trupi i saj ishte një pengesë, kishte filluar të vepronte me një siguri që nuk e kishte pasur kurrë, dhe njerëzit kishin vënë në re. Enkelani nuk ishte më në jetën e saj. Ajo i kishte lënë atë, jo me zemërim, por me një qetësi të çuditshme. I kishte thënë: "Unë nuk jam një projekt që duhet të përmirësohet. Unë jam një njeri që duhet të dashurohet." Dhe ai nuk ishte ditur çfarë të thoshte. Tani, në restorant, një burr i panjohur ju afrua tryezës së saj. Ishte i gjatë, me sy të gjelbër dhe një buzëqeshje që dukej e sinqert. "Më falni," tha ai. "Unë jam Arben. Kam parë që po qeshni dhe..."
Nuk mund të mos vija të ju thoja se keni një buzëqeshje të mrekullueshme. Aurora e pa atë. E pa trupin e saj të shëndosh të ulur në karige, ijet që mbushnin sediljen, kraje që pushonin mbi tavolinë, dhe nuk u ndje e turpruar, u ndje e fuqishme. Faleminderit, tha ajo, duke e ftuar me dorë të ulej. Unë jam Aurora, dhe po, unë qesh shumë, sidomos kur më kujtohet se sa e bukur është jeta. Arben u ul, dhe për herë të parë në një kohë të gjatë, Aurora nuk mendoi nëse ai po e shikonte Belin e saj. Ajo mendoi nëse ai po e shikonte atë. Dhe kjo ishte gjithçka që kishte rëndësi. Natën vonë, kur u kthye në shtëpi, Aurora qëndroi përsëri para pasqyrës, por këtë herë ajo nuk po kërkonte të meta, ajo po kërkonte veten. Dhe e gjeti. Ishte aty, në sytë e saj që kishin parë shumë, në buzët që kishin thënë të vërtetën, në duart që kishin mbajtur veten kur askush tjetër nuk e bënte. Ishte aty, e plot, e bukur, e fort. Askush nuk po e bën me mua, i tha vetes, por këtë herë me një buzëqeshje. Sepse unë nuk kam nevojë që askush ta bëj, unë e bëj vetë. Dhe ajo e dinte se kjo nuk ishte një frazë zbrazët. Ishte një e vërtet që e kishte fituar me dhimbje, me lot, me net të gjata të vetmis, por tani ishte e saj, dhe askush nuk mund t'i amerte. Në sirtarin e komodis, telefoni i saj pulsonte me një mesazh të ri nga Arbeni. Kur do të takohemi përsëri? Aurora e lexoi, por nuk u nxitua të përgjigjej. Ajo e dinte tani se dashuria nuk ishte një garë për të qenë e zgjedhur. Ishte një udhtim për të qenë e tërë. Dhe ajo ishte e tërë. Më e tërë se kur më parë. Sepse pesha e padukshme që kishte mbajtur për kaq shumë vite, pesha e mendimeve të tjerëve, e standardeve të pamundura, e frikës për të mos u pranuar, më në fund